Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Mes të 200 vetave që thonë ndryshe, unë ta them që jeta studentore është jeta një nga periodat e jetës më të vështira. Tani unë refuzoj ta romantizoj pjesën e studentit. Ti mbush të mëne që të përdorin për pompën e nxehtësisë. Po më nxehtësisë që për juve që se dini funksionon me elektricitet, po ky elektriciteti dhe këto që dalin diku prodhohet prap me gaz dhe me qymyr, po thjesht nuk prodhohet tek ai njeriu e duhen ta kenë monopol ta. Është çik politike kjo gjë. Nëse kanë mundësinë njerëzit të mos e nisin diçka vetëm për faktin që gjënë me qenë që duhet të bëjnë diçka për të plotësuar dëshirat e prindërve. Edhe unë kam nisur me dy mendje në fillim, nuk e dija doja vet apo jo, edhe jam sot edhe jam po mund ta themi që jam jashtëzakonisht shumë krenar, për shkak se pavarësisht çfarë lloj stresi, çfarë lloj ngarkese që më vjen në punë, çfarë lloj edhe kur buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Je dire i poster. Çuçi je? Ja si reflektosh mirë. Si e plako? Ç'a bëhet? Si të kalojnë gjërat? Shumë gjëra ndodhin kaka, shumë gjëra njëkohësisht. Vazhdojmë të rrotullohemi me topin, mos na hedhi jashtë, mos na godas. Si po të shkojnë gjërat? Si vazhdon studimi? Studimi për mrekulli, duhet të them faleminderit, duhet të them mirënjohës për çka kemi arritur deri tani. Mirë plaka, kam vazhduar tani jam semestrin e 6 dhe ja kam darë deri tani me gjitha modulet, edhe kam ngelur, po I kam kap prap që kam vazhduar pastaj në kod rregullt. Domethënë jemi në kohën e dur, domethënë. E kam fjalën që nuk është se kam ndërmend të zgjas shkollën me nga 1 ose nga 2 semestre, domethënë. I kam kap gjitha modulet. Po, pikërisht, domethënë që jenë atë, si thon gjermanisht regël shëndetësaj, domethënë që jemi në kohën e rregull. Është student model, ka lezet. Ja, se nuk e din ta ç'a vin në Buçi podcast. Ju gjithë që po e dëgjoni këtë, që të bëj çik reklam. Më lejep një sekond për reklam se ky episodi që po dëgjoni ka dalë normalisht në Patreon dhe YouTube membership, kështu që mund ta shikoni shumë kohë përpara dhe mund të abonoheni në këto për shifra, domethënë jashtëzakonisht shumë të vogla për shefin tuaj për të na mbështetur që ne të bëhemi sa më special, sa më të mirë, të sjellim gjëra akoma më spektakolare në të ardhmen. Kështu që ikni atje edhe abonoheni. Plako, na ka marrë mall një herë para fare. Kur do na vish? Apo kur të vi unë? Të vi dhe unë. Nuk ka rëndësi të vish ti. Unë ta kam çuar një ftesën, hajde këtej. Ti the do vi. Na zbuloi publikistë. Jo në shtator, jo në tetor, ti do vi unë hiç më problematika me atë gjën është një çik larg, plako, edhe pavarësisht se është kjo Deutschlandiki ti prapë zjat shumë kohë dhe lidhja aty nuk ka linjë direkte për në Lübeck, ha. Njerëz për ju që nuk e dini, Sergio është një miku im prej vitesh tashmë, kemi kaluar shumë gjëra bashkë, sepse Sergio përpara ka jetuar në Berlin, ai tani studion arkitekturë në Lübeck edhe jemi pak larg nga jeta. Nuk jemi qameti larg, po jemi larg sa për të gjej unë justifikime, domethënë. Kështu që larg është 2 orë gjys e bashme është tako e bashme. 2 orë gjys me çam, me IC? Me IC, po. Me IC edhe jem. Nga Berlini në Hamburg, nuk e dim se si janë biletat, po nga Hamburg në Berlin me ICE mund gjesh edhe bileta 10-15 euro. Kam gjetur ICE aroje ti plak, po që më kështu regional po. Jo, ICE plak, kam gjetur para një viti kur Rika kisha një avion në Berlin. Kisha një avion nga Berlini në Napoli dhe 12 euro plako ICE-ja, 1 orë gjys. Si ka mundësi?
Se di, nuk e di. Ishte, çfarë orari ishte? Paradite, nga ora 10. Çudi e madhe, se ajo është dhe orari me fluks më të madh. Po çfarë bëhet plako? Si po shkon aty? Si duket Lybeku? Shtyheta. Lybeku shumë vend i vogël, plako, është, nuk e di unë, se di. Nese, më i madh se ç'është Fieri, se mos ka sën Fieri në Lybeku. Normalisht. Ka më shumë jetë, do më thënë sigurisht, për duke u mësuar me Berlinin, me jetën e qytetit të madh, ka shumë ndryshime, do më thënë. Këtu është qytet i vogël, vjen afrohesh, qytet i vogël dhe e ndjen atë që do vish në shtëpi, nëse do me dalë nuk del dot atë, se s'ke ku të vesh. Vet jera atë të mbyllen të gjitha, ndërsa në Berlin, qytetet mëdha, do të pish një birë, takosh të është diçka me një shok mundare që të ndekë, Jo, mirë, del, nuk është se s'dela, ideja është a ke fuqi, e ke parasysh tani ti je akoma student edhe maksimumi po e themi hajde për një vit qameti, për një vit qameti do jesh student, nuk e di si e ke zgjuar të bësh master ti. Në plaka për të se unë do doja që ta bëja një master sepse duaj që të regjistrohem në kamerin në nuk e di që e thonë në Shqip në dhomën e arkitektëve. Dhomën e arkitektëve. Edhe dhoma e arkitektëve është nëse do të dalësh si i pavarur, që të punosh për veten tënde, atëherë të duhet një master dhe të duhet të hysh në dhomën e arkitektëve. Kështu që Pse nuk do të dhomën e arkitektëve pa master? Jo, nuk do të. Duhen të paktën 8 semestra studime. Edhe kjo arrihet vetëm me master. Kjo arrihet vetëm me punë, me mundime etj. Po. E dim të stini. Po pse ai shumë të ka mërzitur Lybeku që thua që nuk rrihet te qyteti i vogël. Lybeku është qytet i vogël, plaka. Nuk e di, më mungon pak ajo ndjesia e qytetit të madh, plaka. Të mungon që ka e kaos i Berlin, pasi normalisht se ke kështu dark side, ke të shkuar të errët, kur ke harbuar, kur ke qenë në Berlin, prandaj. Mos e shikoni kështu tash si një njerëz i mirë që duket si intelektual. Rofsh një faleminderit për komplimentet që duken si një intelektual. Po të lutem shumë tash, Po jo, ajo, më pas se çdo njeri duhet ta shikojë vetë kur të ndajë mendin që çfarë do bëjë në jetën e vet, gjatë kohë. U plako, po si e përshkruan këtë eksperiencën, domethënë si studenti, e themi dhe subjektivisht, domethënë një arkitekturës në Lybek, domethënë çfarë të veçanta ose çfarë kushte ka ajo shkollë, domethënë si e shef ti? Unë nuk mund ta krahasoj dot, sepse nuk kam qenë në në universitet, por mund të them çfarë di unë tani, si është shkolla ime. Neve jemi veti 30, plako, veti 40 hymë atje. Edhe zakonisht, normalisht, sa kalojnë semestrat, ikim nga 2 nga 3 çdo semestër, edhe tani kemi ngel një 20 veta, domethënë edhe Laj. Pikërisht. Edhe është shumë mirë, plako, jemi një me një me profesorën, Betrojën, Betrojën që se përdorin patash. Betrojën në Shqipi bie diku të kështu këshillues ose kontrollues. Putukseri si me gojnë e kalajse. Se nuk e di më mirë se sa erdhëm nga Greqia, po që e kuptoj njerëzit. Kjo është gjë shumë e mirë, plak. Unë kam provuar në çmë vonesë, e di që unë ndryshova institucionin, domethënë pa kohë atje ku vajta edhe okay. Ne nuk ishim 20, ne ishim diku te 50-60 domethënë, por në krahasim me të unë kur ishte 800 veta si dele smerrej vesh domethënë, ishte ndryshim jashtëzakonisht shumë i madh, domethënë ndjeje direkt që dikush të dëgjonte, dikush të kthehen një përgjigje, domethënë të kushton një farë lloj minutazhi ty edhe nuk ke nevojë domethënë që të nuk e di të luftosh si me push këtu, domethënë deri në momentin që të dali. Edhe kur i arrin, të bësh një pyetje thonë po ti përgjigjem kësaj pyetje, unë do ta bëj për të gjithat ata të tjerët edhe s'më del koha, kështu që s'po ta përgjigj.
Ishte tipike kjo, tash what the fuck blaq, po s'po bën gjithë të bëti, vetëm unë po e bëj, po gjithsesi. Po puna, jo vetëm kjo, po puna e asaj tani konsultimit, si mi thonë më betërën që si konsultim dhe kështu mbikëqyrje domethënë. Konsultimin të harosh se ta marrësh nga profesori, do ta marrësh nga njerëzit punonësit shkencorë. Normalisht. Shiko, te Bojti për shembull ku un kam qenë e kishte një cik fate. Ndonjëherë për shembull le të themi në 1 të 3-ën ose në 1 të 4-ën e herëve mund të merri edhe një kështu një 10 minutë, 15 minutë drejt me profesorin kokë me kokë, domethënë që të debatoje me të ose ta lejoje atë të ta shpjegonte në një mënyrë që mbase do ishte pak më e thjeshtë. Kto në punë si shkencor, domethënë, okay, në rregull, janë dinë e madhe. Zakonisht ata janë dhe njerëz që kanë dëshirë në fakt ndihmojnë edhe kanë një punë të tyre, po prap ndonjëherë të duhet ajo hierarkia, të duhet dikush një fjalë nga dikush që ka potencial më të madh. Po, të duhet plakës në fundit profesori vendos notën. Nuk e vendos ai punojësi që të... Ai është vetë zot, vetë shkop atje, kështu që e kemë të sigurt nga ai. E kemë të sigurt nga ai, nuk diskutohet. Dhe unë them se kjo bën një diferencë, domethënë. Dhe duhet të peshosh se kjo është diferenca mes shkollës së lartë, hochschule që është në Gjermani dhe universitetit pra. Se në fakt në Shqipëri nuk e di, domethënë mbase neve nga që nuk kemi studiuar atje, mbase nuk e njohim dhe mirë terrenin 100%, domethënë po më duket sikur në Shqipëri nuk bëhet shumë ky dallimi mes shkollës së lartë dhe universitetit, domethënë duket sikur janë të barazuara gjithë kohës. Për gjithë juve që se dini, për shembull, sistemi gjerman ka një ndryshim thelbësor në mësimdhënie për sa i përket universitetit dhe shkollës së lartë, por diplomat janë, le të themi, nga jashtë e universitetit ka një potencë më të madhe, domethënë, por në biznes, brenda në biznes, domethënë sidomos nëse juve synoni të punoni në biznese private, diplomat që vijnë nga shkollat e larta janë më të parapëlqyera për arsye që Sergio përmendi përpara, siç janë, domethënë që njerëzit janë të formuar me më pak veta, kanë pasur më shumë hapësira të bëjnë pyetje, kanë mësuar automatikisht edhe pak më shumë, domethënë edhe sidomos për ne që jemi një çik meshkuj edhe që harohemi një çik me gjëra është pak më e rëndësishme domethënë të kemi dikë që ta ballafaqojmë edhe të bëjmë pyetje edhe kemi pak vështirë. Për shembull, si puna ime që ke pak vështirë ti mësosh gjitha gjërat vetë do ta dëgjosh një herë dhe kur e dëgjon e mëson më mirë. Sistemi i shkollave të lartave është deri diku pak më i mirë se sistemi universitar, se sistemi universitar është jep ai atë gjën atje edhe lutju Zotit edhe mëson libra. Po, megjithëse me thënë të drejtën ti the që kanë pra njerëzit që studiojnë në shkollë të lartë, në Hochschule në gjermanisht, janë pra më të favorizuar kur vjen puna tek biznesi privat. Biznesi privat. Por kur vjen puna tek mësimdhënia në një qoftë edhe një Hochschule, pra qoftë edhe një shkollë e lartë, ata i preferojnë profesorët e tyre që të kenë mbaruar në universitet. E ke kapur shumë bukur sepse sidomos në industrinë tonë, për shembull, si në arkitekturë, si në inxhinierim ndërtimi, ma mendja edhe ti mund ta kesh dëgjuar, domethënë që njerëzit që janë shumë potentë, që janë, le të themi, nxënës ose në të rast student jashtëzakonisht shumë të mirë, ecin përpara dhe zakonisht ose qëndrojnë në universitete bëhen kështu ndihmës shkencor, domethënë të profesorëve ose bëhen research, kërkime etj. Ose bëhen këto që bëhen statik apo konstruktor, për shembull, këto gjëra të vështira fare që janë jashtëzakonisht shumë teorike dhe llogari, për shembull. Po këto gjëra universiteti nuk diskutohet fare, jo vetëm që është i mirë në përgjithësi, por thjesht volumi dhe ajo konsistenca që t'i jep që ajo që ta shtrydh trurin në universitet, domethënë të detyron domethënë që të fokusohesh tek ato gjëra. Por ka treguar domethënë kjo eksperjenca ime tani 4-5 vjeçare që në anën pragmatiste, në anën e biznesit kur të duhet një njerëz që di të punojë në skuadër, domethënë një njerëz që duhet merret vesh me njerëzit e tjerë, personat që janë le të themi rritur, në thonjza në një ambient me 20 deri në 60 veta janë më të aftë se sa ata që janë në 800 veta, sepse i mungon vetbesimi, i mungon ajo aftësia për të pyetur,
e kanë shumë problem të bëjnë gabime, për shembull unë s'kam problem të bëj gabime. Unë kur bëj gabime, më them okay, bëra gabim do e mësoj tash. Parasysh e marr të mirë qenë atë se tani njeriu do mësoj, kështu që këto janë ca ndryshime bazë, por normalisht për ajo që the ti që ndron 100% që profesorët pëlqehen të jenë nga me një background, domethënë le të themi universitar, sepse duhet të kenë të gjithë bagazhin teorik që të na e përcjellin. Kjo është shumë e drejtë. Ti që je pak optimist kjo punë se unë për vete unë nuk e shikoj kështu këtë, unë e shikoj si diskriminuese. Që unë them, si mund t'jetë një person që ka mbaruar masterin në universitet, si mund t'jetë kjo më i mirë në të qenurit profesor se sa unë që mbyll masterin në një shkollë të lartë. Them se nuk mendoj se është e drejtë, është pak se diskriminuese pra. Duhet ta shikosh çik nga ana më racionale. Duhet ta shikosh një çik nga ana se unë kam qenë të dyja. Unë ti e di që unë në fillim kam qenë në universitet, pastaj kam ndruar, kam vajtur në shkollë të lartë për arsye se prirjet e mia ishin me praktike, ishin me prirje biznesi domethënë. Dhe ka qenë gjëja më e mirë që ke bërë. Edhe ka qenë gjëja më e mirë që unë kam qenë një në top 3 vendimet më të mira që unë kam marrë në jetën time, domethënë, po ka të bëjë edhe me diçka që duhet të kuptojnë që sasinë teorike, se me praktikë universiteti domethënë është bloz, është keq, domethënë, më shumë jashtëzakonisht shumë pak gjëra edhe atë praktikën që ke në shumicën e universiteteve gjermane jam i sigurt se kemi bërë edhe kështu pyetësore dhe gjëra domethënë. Praktika është pothuajse domethënë është diçka ligjon, do ikësh do bësh llaçe tulla, kurse praktika që kam bërë unë isha full time inxhinier. Domethënë gjithë ato javë sa isha, që të mësoja biznesin dhe jo se si sa drejt vjet tulla. Por, në anën tjetër, sasia e informacionit, domethënë që i kërkohet një studenti në universitet, ndryshon, është e dukshme, domethënë me sasinë e informacionit që i kërkohet në një studenti të shkollës së lartë. Ke parasysh, ka janë ndryshime, domethënë që nëse i ke bërë të dyja, është shumë e thjeshtë ta vlerësosh. Në rregull. Unë mund t'i marrë fjalët e tua si të veçanta, sepse unë vetë nuk e di, po unë di të them që deri tani, se që po na kërkojnë këtu plako është shmëndyri. Plako unë kur fillova shkollën nuk i kisha, do të shikon këto cepat këtu Mos ja vë fajin shkollës ato plako se ecën dhe një çik gjaku. Po çfarë vëllak vetë nis shkolla në 2 vjet e pa ezi tani nuk e di ku të mbaroj, nuk e di se nga do të përfundoj. E në rregull, se shiko këto memet domethënë si për arkitekturë, si për inxhinieri janë meme që kanë bërë xhiron e dynjas, xhiron e botës, domethënë që del hyn 18 vjeç dhe mbas 5 vitesh del 52 vjeç domethënë. Ajo është është nga memet më të suksesshme domethënë për sa i përket jetës studentore, por që kjo është jeta e studimit. Domethënë unë mendoj se duhet ta përqafojmë se edhe unë kam pasur periudhat e mia që kam marrë me rezultate të sy, po që who cares, plak. Na tregon sa gjëra të bukura, prap si është jeta studentore aty në Lübeck domethënë. Si është komuniteti studentor, fakulteti. Shiko, varet nga qëllimet e personit. Domethënë, nëse do t'i thuash vetes, jo, nuk dua që të harxoj jetën në një mënyrë të tillë që ti sakrifikoj këto 3 vite e gjysmë plus 1.5 master për këto 5 vite, po i sakrifikohet, po e bëj shkollën në kohë të plotë. Edhe çdo gjë, aktivitetet pastaj që për kohën e lirë, shumëzoj me 0, qëpse varet në çfarë qëllimi ke. Qëpse ke këtë qëllim, atë aktivitetet e tjera janë shumëzoj me 0. Ke pastaj, qëse do të zgjasësh shkollën me nga 1 ose 2 semestre, i bëm pastaj që të gjitha. Mund të shkosh atje dash të pish një kafe, mund të shkosh atje të bësh esti fire, çdo semestër, pub crawl që kanë këta, çdo semestër. Eko mund t'i bësh të gjitha, domethënë. E ç'është prioritetesh domethënë. Okej. Këtu jam edhe unë me ty, edhe unë e kam kuptuar çik vonë. Unë e kam kuptuar mbas të kisha bërë të gjitha ato gjërat e gabuara, pastaj kuptova që jo, s'duhet të kisha bërë ato, do të isha fokusuar.
shkon rregull. Unë nëse e kam pas kohën, unë kam pas shkruar në të pub crawl, Ersti Party. Pastaj ka dhe nga ata tipa që janë atje nga 30 e ca vjeç, edhe janë akoma tek Ersti Party. Ja tek që studiojnë nga 10 vite prap. Ne kupton se gjithmonë do ketë nga ata tipa që bëjnë që janë bunkers, domethënë që e kupton që thjesht parkohen atje dhe ata gjë. Unë me thënë të drejtën i kam dhe pak zilik të tipa plak. Plako, këtu nuk jam me ty fare. Unë këta tipa i kam, domethënë nëse ka një zot, i lutem Zotit ditë natë, domethënë që please don't make me like them, domethënë mos më bëj të kundërtën e atyre plak. Çdo gjë ka kohën e vet, plako. Ke qenë semestri i parë, ke qenë semestri i dytë, ke qenë semestri i tretë. Kupton, je semestri i tetë, je semestri i tretë, plak. Nuk ka lezet domethënë të vesh prapë tek të bësh parti me semestrin e parë se s'ka kuptim atë. Duhet ta mbash veten në nivelin që je, jo në atë që të duket sikur është interesante, se në të vërtetë nuk është. Nëse ti ndihesh më komod me 18 vjeçar, domethënë që janë. Po shikoj, ajo është pikërisht, domethënë, këto janë gjërat që çdo person i shikon ndryshe. Unë për shembull, nga që shikoj veten që edhe sikur jam shkruar pak, edhe them vetë, po do ishte sigurisht që do më pëlqente sikur dilja edhe unë prapë siç kam qenë 18 vjeç. Plako. Plako po flet sikur je 40 vjeç tash. Dale. S'keni parë gjë akoma dhe. Po plako çka ke pasur në një sfidë këto kohë të fundit nga universiteti, domethënë ke pas ndonjë projekt ose një punë kërkimore ose ndonjë gjë të vështirë, domethënë që ti është dashur të bësh? Tregon ai. Plako çdo semestër është sfidë për mua. Çdo semestër unë jam i hapitur se si po ja dal, sepse unë jam mund ta konsideroj veten si një person që kam vetbesim, domethënë. Por prap kur vjen puna që arri dhe mbyll semestrin dhe i kam kaluar gjitha, dhe me vete jam i mahnitur në një anë që them, nuk e dija që do ja dilja. Do di që u bëka. Është çdo semestër është një sprovë vërtet. Në semestrin e 5 kisha një punë shkencore me 5000 fjalë. Ishte ajo që unë kisha bërë një semestër më përpara, kisha bërë dhe një punë tjetër shkencore me 2500 fjalë. Por dhe ajo ishte një sfidë. Qëllova që ishte me fat, që ishte data e dorëzimit ishte një muaj mbas datave të tjera dhe kisha kohë ekstra vetëm për këtë, që i litigova, me të lexuar, me të shkruar. Sfidat tjera janë provimet, fizika, statika. Mos të qaj pra, ato që bëni ju janë kështu pile pale, domethënë me kështu. Mos ta fillojmë të debat se zjat goxha domethënë. Nëse unë nuk e di, unë shqyqysh nuk e kam gjenin që të më bini flokët, se vetëm të numëroja sa statika kam bërë, domethënë vallai do isha gati kështu për të 40 tash. Ja, ata të statikës ata janë të çmendur, ata kemi me një projekt në atje të puna, edhe më thot mua ai, më thonë ata se kam filluar në zyrë, më thot ky kolegu të janësh, më pyet mua, shiko planet e statikës, më thot mua. Se qa mund të bësh aty? Planet e statikës, në 300 faqe. Pasi një të shkurtër, 300 faqe vetëm, bravo. Që jeni rahat. Kështu për këto janë shtëpi private dyqaqe. Okej. Se statika e fundit që kam pasur unë për një godim 4 katë, domethënë 600 faqe, DJ-ja unë ato balket, domethënë ato si thon trara atje. U gjendej trari atje vllai, trari në 600 faqe, më vjen gjesh tek trani në 600 faqe, kupton të ikën zari. Është mendur. O plako mendon se kena një lloj frymëzimi domethënë nga arkitektura gjermane, kena një lloj shije kështu për shembull sikur ka një stil të vetë në Gjermania. Unë kam dëgjuar së fundmi që arkitektët në vendet perëndimore, në Angli, në Amerikë, në Australi, në Australi, në Zelandën e Re,
Në Spanjë, jo, nuk e di, në Francë janë arkitektët merren vetëm me pjesën e dizajnit, me projektimin. Por arkitekti gjerman merret me të gjitha plato. Përveç që janë këto... Përveç konstruktimit, po. Përveç statik... pas ashtu I thonë në Shqip, domethënë se konstruktim quhet në Shqipëri. Përveç konstruksionit, plus mbrojtjes zjarrit, çfarë themi në Shqip? Mbrojtja e zjarrit, e ke thënë fiks. Mbrojtja e zjarrit. Përveç këto plako çdo që tjetë e bën arkitekti. Nga marrja informacionit për çfarë bëhet fjalë, tek planimetria, tek kush është e treta? E treta janë këto plako, miratimi dhe e drejta. Sepse ne si arkitekt edhe ju si inxhinier duhet jemi edhe avokat. Domethënë që nuk diskutohet, po. Sepse ne për marrjen e miratimit të një ndërtimi duhet të shkojmë te ti po thua për lejen e ndërtimit edhe ligj, ajo është e katra, e treta është plani paraprakaj, e ndvurs planu. Po, ndvurs planu pikërisht ta. Edhe e katërta është ajo e vështira, e kuptoj, por te genemi planu kur fillojmë me lejen e ndërtimit do të përshkruash, do merresh me ata në punësit e shtërit atje që as nuk kanë qejf të punojnë, që thjesht marrin rrogën atje hambu kot. Po çlive ka si ta bëjnë ata është puna tyre ta. Ata plako kanë një kështu atje tek zyrat e tyre online, mund të faqet online mund të hysh të shikosh letrat që duan ata, I plotson letrat, I çon atyre nëse I ke kap gjitha sakt me leje, nëse jo, duhet hysh prapë të merresh. Si çfarë bëjnë ata pastaj unë nuk e di. Po. Faza 4, faza 5 është si ta shpjegoj një moment edhe që ja shpjegojmë çik njerëzve që nuk dëgjojnë që nuk dëgjojnë. Ato që nuk dëgjojnë nuk ja shpjegojmë dot, po atyre që po dëgjojnë ja shpjegojmë çik sistemi gjerman planifikimin, domethënë ndërtimin e një godine për sa I përket këtyre le të themi performancave arkitektonore dhe inxhinierike I ka të ndarë në 9 faza. Faza e parë është kjo kur merr të dhënat e objektit e tjerë, kalon tek plana tek ajo pjesa tek faza e dytë. Faza e dytë është kur bën një le të themi në thonjza një plan paraprak, kështu të vogël për çfarë bëhet fjalë, kalon tek faza e tretë pasaj që fillon hedh bazamentet e planit. Faza e 4 është kjo që Sergio sapo përmendi që fillon merresh me dokumentacionin, me lejen e ndërtimit e tjerë. Faza e 5 për shembull për Sergio në këtë rast do ishte faza më e rëndësishme që bëhet plani I cili do ndërtohet në bazë të faza e 5 janë këto përse gjërat e vogla, janë gjërat teknike, janë afrohesh dhe pastaj hyn me përpikshmëri pra. Ku do janë hapjet, ku do janë linjat e ujit. Po pikërisht, ajo është në fakt është më e rëndësishme sepse ajo është e lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë, domethënë me atë le të themi konkluzionin ose produktin çfarë do dalë më vonë. Kalon pjesa pastaj që kalojnë përgatitje për këtë të hapur tenderin, ndihmon në tender, është faza e 7, faza e 8 është ajo ku domethënë nëse Sergio në përditshmërinë e tij zakonisht bën fazat 1, 2, 3, 4, 5 që u përmendën më sipër, unë si inxhinier ose atje ku punoj për momentin, domethënë bëj fazat 6, 8, ku 8 është mbikëqyrja, kontrolli I kualitetit, kontrolli I kostove, kontrolli I planit kohor etj. Po. Edhe unë aty e kam syrin me të drejtën. Nga fillimi I zbatimit, sigurisht vendin e tenderit është shumë interesante. Se aty merresh pastaj me pagesat, çdo gjë. Duhet për të qenë në fill pastaj që ajo ka një gjë domethënë që është lukrative, është e dim që sipas kësaj le të themi si thuhet kjo ligji se s'është as ligja, sipas rregullores së honorarit në Gjermani për shembull, faza e 8 për shembull, ai që bëj unë ka diku te 31% që është me largësi faza që merr më shumë buxhet, po që problemi asaj është plako që ke të bësh me shumë njerëz. Kjo është mua më pëlqen, unë dashuroj, e bëj me shumë qejf, po disa njerëz kanë frikë që të merren me shumë njerëz, të merren me shumë lek, të merren me shumë gabime, që të merren me statikun, me arkitektin, me atë që do vëj tubat, me ata që do vëj betonin, e kupton. Okej, ndaksi. Unë doja që të pyesja për
ti që bën tik të fazën. Je pak larg. Sa të vish ti, unë po I them pak njerëzve që na ndiqni miq të dashur, na ndiqni në Instagram, na ndiqni në TikTok, na ndiqni në Twitter, na ndiqni në Facebook, do e shef ju, na ndiqni. Edhe gjitha episodet do t'i ndiqni me koreshti, do t'i shpërndani me miqtë tuaj, nëse I shihni interesante dhe normalisht do të bëni pjesë në Patreon ose në YouTube membership ose në Spotify. Domethënë na mbështesni që të vazhdojmë këto gjëra spektakolare që ne bëjmë. Po thoshe Plako? Po thoshe që kur vete atje në kantierin e ndërtimit, Plako, si një arkitekt ose si një inxhinier I ri, nuk para ke shumë informacion se si bëhen gjërat. Edhe duhet flasësh me maestrët që janë atje në kantier, Plako, që kanë nga 30-40 vite punë atje. E këtën, duhet të them si I bëhet kësaj. Fiks ashtu siç e përmendë ti, edhe unë kur kam qenë herën e parë, unë thjesht kam e thën ship fare, domethënë më falni për fjalorin njerëz, po thjesht në fillim do hash mut Plako. Do e pranosh faktin që ti je më I riu, ti je ai individi që ka më pak informacion, domethënë që e ka më pak ide se si funksionojnë gjërat, dhe do të jesh jashtëzakonisht shumë mendje hapur dhe durues që të japësh shansin njerëzve të shpjegojnë se si funksionon, se po ta marrësh tani në anë logjike ti po I merr informacionin atyre pa asnjë lloj pa paguar asnjë lloj gjëje, domethënë ti vetëm duke komunikuar me ata, vetëm duke qenë një njeri I mirë, duke pasur disa veti komunikative, ti po merr gjithë këtë informacion që sa lloj vite shkolle të bësh, po nuk veten nga tjerë nuk e për ta mësuar asnjëherë. Që janë gjëra që I shikon vetëm direkt në terren, domethënë. Unë mund të jem inxhinier I mirë, mund të di të menaxhoj edhe kosto, edhe kohën, edhe kualitetin e gjitha. Po nëse unë e kuptoj se çfarë fshihet mbas një lloj performance që ka dhënë një X individ, domethënë unë vazhdoj me teoria. Teoria thotë duhet 2 ditë, ai thotë që vllai pa 4 ditë këtë nuk e bën as dreqi. Kështu që po nuk I di te këto gjërat e përditshmërisë, domethënë është goxha e vështirë që të jesh mendje hapur, do të jesh I jetur për të mësuar, do të jesh fleksibël, domethënë ndonjëherë do ta lësh të vdesë egoja. Duhet të kafshosh egon, se duhet thasha. Po do vdesë ego, domethënë do shkatërrohesh njerëz si individ që pastaj të fillosh ta ndërtosh veten përsëri, domethënë me gjitha informacionet. Kjo është pjesa e respektit, domethënë. Unë për shembull një gjë që mund t'ja marrë një personi më tez është mungesa e respektit. Këton edhe ata atje ku shkon kanë tjerë, ata nuk të respektojnë. T'ja nge? Thjesht ngrihe pak zërin kur flet, se nuk dëgjohesh aq shumë. Jo, kam kolegët aty të puna që janë nga 20-30 vite në eksperiencë, në profesion, edhe që të dy shkojnë edhe merren me fazën 5, pra në as firmë shkojnë. Po. Edhe thonë që kemi vajt atje në kantier dhe ata tallen. Është data me ditë. Po për thonë atë ku vete ti këtu me flok gjata me pjesë do na japësh mandën e këtu. Përveç atyre, domethënë këto shumica e këtyre gjërave vijnë domethënë se shiko se njerëz jemi të gjithë, domethënë sa do të bësh ti një plan, domethënë nëse nuk e ke parë se si funksionon gjëja, është shumë e vështirë, domethënë edhe ne tek firma në ofrojmë dhe konsulencë në firma arkitekturore, domethënë që planet e tyre të jenë më afër realitetit, se një arkitekt mund të dojë shumë gjëra, por nëse ajo nuk është e bëshme ose është e bëshme me kosto stratosferike, se ky është problemi, nuk është problemi që nuk është se çdo gjë bëhet sot. Problemi është që të bëhet me kosto neutrale, domethënë që mos të kalojë të dalë jashtë tavanit. Edhe është e vështirë edhe një arkitekti që mund të ketë 5, 6, 7 vite domethënë eksperiencë, nëse eksperienca në terren aty mungon, është vërtet pak e vështirë t'ia thosh që shifet i vllai se ne këtë gjë që do t'i e bëjmë. E bëjmë valla, nuk ka asnjë problemi, po nuk bëhet. Ke 4-5 fish kosto. E ke parasysh? Po. Kështu që ka disa gjëra për shembull që edhe unë nuk I kam aftësi. E kanë aftësi ata që janë është ai që drejton kolonën, është një teknik ndërtimi, që ka qenë diku një punëtor I thjesht, me kalimin e kohës ai është bërë I fuqishëm, domethënë se ka mësuar edhe drejton kolona. Janë disa gjëra për shembull për disa procese që ai I di shumë herë më mirë. E kupton se ai e bën për ditë. Unë mund ta di si veprimtari inxhinierike. Okej, ti më jep një projekt, unë them që kjo do bëhet kështu, po ai është shef që sa e bësh më është. Sepse ai e prek me dorë atë gjë, ai është ai që e sjell atë lloj performance domethënë. Edhe për këto gjëra thjesht duhet të jesh shumë mendje hapur plak. Duhet
duhet njohuria praktike si që të ti. Dhe problemi më i madh që fakti më shqetësues që ka mund për shkollën për degën në arkitekturë nuk e di si janë degët tjerë, është fakti që neve çfarë bëjmë në shkollë nuk i afrohet shumë çfarë bëhet në jetën reale, në jetën e vërtetë në arkitekturë. Neve mos e kemi rak të pjesën plak. Mos e kemi rak të pjesën sepse si në shumicën e shkollave ne nuk e kemi fatin që të studiojmë kështu histori, gjëra teorike, domethënë që i lexon një herë dhe i mëson dhe i ripërpunon derisa të dalë kërkimi tjetër. Inxhinieria edhe arkitektura është paguhesh për të gjetur një zgjidhje të një dëshire ose problemi. Kështu që gjithmonë do jetë ndryshme. Edhe shkolla, të paktën në rastin tim, mbasi në rastin tënd apo në rastin e tjetrit do jetë ndryshe, unë do bëj tash sikur i di të gjitha, se nuk i di të gjitha. Por që në eksperiencën time është që të jep një lloj bazamenti, një lloj kuptueshmërie, të jep një lloj formimi më e rëndësishme është të mëson si të mësosh, edhe të përshtatesh, edhe të jep aftësi që të kuptosh bazamentin, domethënë e njohurisë, si çfarë duhet për këtë lloj gjë. Çdo që tjetër mësohet në punë. Pjesën më të madhe domethënë do mësosh në punë. Kjo nuk ka asnjë lloj diskutimi. Jo, e them këtë sepse e kisha dëgjuar vetë edhe kisha thjesht një hamendësim, duke qenë se duke vajtur atje vit mas viti, semestër mas semestri, pyesja vetë, a është kjo arkitektura? A është kjo arkitektura dhe kur fillova pastaj në zyrë që njoha arkitekturën e vërtet, po them tani, po i them vetes, ju lutem, njerëz, më jepni diplomën që të filloj punë. Bolles gatet me këtë shkollë këtu se mjafton. Faleminderit. Po mua ti që të punoj tani. E ka atë ndjesi. Plako si e keni këtë pjesën e teknologjisë, domethënë përdorni mjete të sofistikuara, keni teknologji, gjëra apo programe të mira për shembull që mund të përdorni nga shkolla për këto? Shumica e zyrave të arkitekturës punojnë me software që janë pak të prapambetura. Neve sigurisht që mësojmë software dhe mësojmë edhe shumë, madje. Disa të ndryshëm që në fundit edhe nuk do na vinë në ndim, sepse nuk të kemi të përdorim. Unë këhyra në zyrë, në punë, ata punojnë me software komplet tjetër, edhe mua më desh që të mësoja, edhe mësova, nuk është në i problemi madh. Nuk është e pamundur, po. Ja, gjëja pozitive që bëjnë zyrat është investimi tek punonësit e rinj, unë si punues studentor, për student. Ata më thanë mua, hajde një javë të mësosh programin, do të paguajmë, ke një PDF me 500 faqe, me 500 faqe. Ja, po deshe e plakët, nëse po paguesh. Damn, son! Po paguesh për ata. Shkova dhe bërat për të thënë 500 faqe edhe mësova, do më thënë. Edhe është gjë shumë e mirë, plakët. Kjo kaq se përket përdorimit të medias. Ka pasur në një projekt, domethënë që ka dalë nga fakulteti juaj ose që ka bërë dikush që ka dalë nga fakulteti juaj që ka arritur në një famë ose le të themi që ka bullqitur? Ne i bëhen projekte të vogla, por nuk është se i ndjek shumë. Nuk është se i ndjek sepse bëhen ausstellung, por unë bëj nga 32.5 ke ditë në semestër. Edhe po jo, unë jam i njëjtë, domethënë, dhe unë nuk i kushtoj rëndësi këtyre revistave që doli ky, doli ai, domethënë. Kur më vjen rasti që konfrontohem me një projekt, domethënë, atëherë mund të marr një gjysmore nga koha ime që ta lexoj. Po nuk më duket shumë interesante kjo ndjekja religjioze, domethënë që kjo erdhi nga ky filani bëri këtë, sepse nuk e di, ajo sikur edhe më merr pak kohë edhe jo domosdoshmërisht më jep në një lloj frymëzimi apo inputi të nevojshëm. Ndjekja religjioze
fama, domethënë në degën e arkitekturës, në degën e ndërtimit është shumë e rëndësishme, sepse nuk projektet pa që bëjnë zyrat nuk bëhen me konkurim. Shumë pak konkurrojnë. Klientët në zyrat e arkitektëve vinë nga njohëria. Ai zotëria që do ndërtoj shkon tek arkitekti Fidan Fisteku sepse e njeh, e di që është atje, ka bërë disa projekte. Domethënë, ndërsa zyrat shumë të mëdha janë të vetme që merren me konkurim vetë për vetë, që bën sepse se detyron dhe ligji, ku kalon një sasi parash, pastaj je i detyruar nga ligji, ose kur është projekt publik je i detyruar nga ligji ta hapësh tender. Ndryshe në tregun privat gjerman, domethënë brenda një farë lloje çmimi nuk e di se sa është në disa miliona, nuk je i detyruar ta hapësh tender, mund ta bësh me çmimin e xhait po desh, kështu që në 5.4 milion. Ja, orla, në 5.4 milion nuk e detyrim të bësh as tender asnjë gjë, kështu që për të në këtë aspekt domethënë jemi të hapur. Plako çfarë specializimesh ofron shkolla e lartë e Lübeckut? Ose kam nuk i kam parë akoma. Por nuk e di se çfarë degësh ka. Ndërtimi në Beshtan, kam dëgjuar ndërtimi që kam dëgjuar që është shumë i preferuar. Kam dëgjuar se ka edhe për menaxhues informatik. Pra për kujdesi se pak më ka gjëra që më vjen në gjermanisht edhe për të thënë shqip duhet S'ka problem, pra të jemi këtu. Ashtu edhe unë shumica e gjërave gjermanisht i kemi mësuar, dhe njerëzit duhet të kuptojnë, nuk e kemi mësuar në shqip, kështu që. Për kujdesi për projektin informativ, për nëse ti punon në një BIM, BIM-i është Building Information Model, firmat më moderne, domethënë që kanë filluar të përdorin BIM, kanë parë nevet, si thonë. Ka pasur benefite, ka pasur vlerë të shtuar. Building Information Model është një program, një software ku në qoftë se ke kapacitetin brenda zyrave dhe sidomos brenda të gjithë partnerëve që janë të përfshirë në projekt, ofron një lloj efikasiteti, domethënë që është i pakrahasueshëm me asnjë lloj teknologjie tjetër të momentit, sepse ofron, le të themi, një platformë reale ku mund të shohë gjithë secili disa gjëra që nuk janë më 2D, por mund të jenë 3D, mund të shikoj disa detaje, domethënë që le të themi në një plan 2D, okay, ne kemi mësuar nga profesioni të lexojmë mirë, por që sidomos kur je inxhinier ose arkitekt i ri, të punosh me një building information model është domethënë sikur të japësh biçikletës me ato rrota ndihmëse që në fillim edhe se nuk bie asnjëherë domethënë. Që është goxha i mirë. Ajo është e ardhmja, domethënë Po. Diskutohet fakt. Kompjuterizimi në industri. Dhe pra përfitimi i kësaj është analizimi i problemeve sa më shpejt. Domethënë që sepse duke kaluar nga dorë dhe shikon ai personi që merret me furnizimit me ujë, e shikon që është hap gropa aty në beton, ose që janë këto gjëra që mund të shikohen dhe problemet që mund të zbulohen shumë më përpara, sesa kur je atje dhe je duke montuar dhe shikon që ka një gabim në planifikim. Dhe kjo pastaj çon Ask me about it, like sa kemi bërë, siç i thonë gjermanët, Shvajca keze, kemi një nga ato tavane që kemi hapur ai shumë vrima dhe që na duhet të mbyllim prapë se u hapën gjitha gabim. Është bërë si djath kaçkavall, vetëm vrima, domethënë. Po, dhe kjo çon në kosto të papara nga shtyrja sjell në shtyrje të afateve. Dhe sjell në kosto, sjell në procese gjyqësore, dhimbje koke. Këto janë gjëra që mund të shmangen duke pasur një plan të mirëfillt dhe duke u eventuar problemet që në fazat e para.
Shpresojmë që sa më shumë firma, sa më shumë zyra arkitekturore edhe zyra inxhinierike ta përqafojnë këtë, domethënë. Okej, unë kuptoj që ka një kosto jo të vogël, le të themi, sidomos për zyrat që gjirojnë që kanë kosto, domethënë, të përditshme të disa softwareve, jo vetëm të BIM-it, por që mendoj që në qoftë se ka një lloj stafi të kalifikuar që mund të punë me këto lloj gjëra, neto në fund do të kursenin me të vërtet më shumë resurse se sa humbasin tani me rimodifikim, duke ribër planin, duke rikorrigjuar, duke shtuar gjëra, duke hequr gjëra, duke bërë kështu. Janë disa gjëra që thjesht kjo BIM-i ofron një lloj komunikimi, domethënë mes pjesëtarëve të projektit që është në kohë reale, le të themi, edhe siç e the ti me shumë të drejtën përpara, është jashtëzakonisht shumë fantastike për të parë disa gabime, disa të meta, domethënë përpara se ato të bëhen problematike, përpara se të krijohen kostet, përpara se të shtyhet afati që normalisht gjitha ato në lekë përkthehen në fund, gjitha, kështu që lek dhe kohë, nuk është vetëm lek. Edhe koha lek është, kështu që neto lek janë gjitha ato. Koha nuk është është plaku, se ai që do ta mbaroj shpejt, pse do ta mbaroj shpejt? Do ta hapi me qira, do ta shesi, po se shitis me lekët, po se hapi me qira me lekët, kështu që lek, çdo gjë bëhet për lek zemra ime. Çdo gjë është për lek. Po në njerëzit sigurisht që funksionojnë me lek, por funksionojnë edhe me kohë, apo nuk Zgutoj. Po, si po ecni me këto pjesën green, domethënë kështu për ambientalizëm, kështu i kushtojnë rëndësi aty te fakulteti juaj? Po, këtu bëhet çdo gjë për pjesën green, tako. Në fakultet, në shkollë. It's all about green. Po se çan ndodh në jetën e vërtetë është pyetja. Jo, neve profesori për shembull i pjesës teknike që kishin një modul çfarë mund të merrnim ne nga gjithë ajo ishte që, kur të vizat tria që do të ndërtoj, mundoheni që të mbushni mendjen për një pompe dhe me pompa. Pompa nxehje, domethënë për të qarkulluar ngrohtësinë brenda godinës. Pra që të mos të përdorin nxehes me gaz kesel, por të përdorni ti mbushni mendjen që të përdorin pa pompën e nxehtësisë. Pra, pompa nxehtësisë që për juve që se dini funksionon me elektricitet, po ky elektriciteti dhe këto që dalin diku prodhohet prapë me gaz edhe me qymyr, po thjesht nuk prodhohet tek ai njeriu e duhet ta kenë monopol, është çik politike kjo gjë. Ja, shikoj. Ke të drejtë në disa gjëra dhe në disa gjëra jo. Nuk shikoj, në qoftë se bëhet pra vendimi për çfarë do përdoret pompë me gaz apo pompë nxehtësie, bëhet një studim për 50 vitesh dhe shikohen kostot, sepse një pompë për gazi kushton shumë herë më pak se sa një pompë nxehtësie. Por duke parë kostot në 50 vite shkojnë në baraspesh. Më lejo të kundërshtoj në këtë pjesën sepse e di ku nuk më pëlqen kjo gjë mua, sepse ne po flasim për në këtë rastin specifik tonë, po flasim për Gjermaninë ku një pjesa dërmuese e energjisë elektrike gjermane vjen nga prodhimi fosil. Nuk po flasim për një vend si Shqipëria, ku përdor hidrocentrale pa masë. Gjermania është qymyr, Gjermania është e ble energji bërthamore nga Franca, është ble energji që vjen nga nafta në Bielorusi. E kupton, nuk është thjesht unë e shoh deri tani më sot, deri në një moment të dytë mund të dalë një teknologji e re, mund të ecin gjërat përpara, po për momentin fatkeqësisht është një lloj monopoli, për shembull siç ka Vattenfall apo Gazagu, gjitha këto kompani të tjera. Po. Çka? Duke qenë se sado pak të jetë përdorimi, duhet të thoya që 44% e energjisë elektrike në Gjermani bëhet nga prodhimet e rinevueshme, që janë energjia solare, dielli dhe rrjedha e ujit. Edhe gazi i tokës. Se është klasifikuar si jeshil këtu, po në fakt nuk është jeshil, po gjithsesi po e quajmë.
44% me energji që nuk shkakton CO2 me 100% që është gazi, pompa me gaz, ka një ndryshim shumë të madh. Se thua që nuk ka ndryshim shumë të madh fare, sepse unë nuk e shikoj në krahasim me ato, e shikoj në krahasim me një shtet si Shqipëria ku energjia elektrike prodhohet me hidrocentrale, që e ka karbonin zero. Po sa përqind përdoret në Shqipëri nga energjia? Pjesa më e madhe. Ti vetëm në moment kur ti e ble nga jashtë, domethënë që mund të kesh një masë karboni që e nxjerr atje, se me sa di unë ato tece ato anijet janë tec në Vlorë nuk punojnë. Ai teci që është në mainland në Vlorë nuk punon. Kështu që mund të jenë 2-3 tece, unë nuk jam në dieni, se nuk mund të bëj ekspertin për një gjë që s'jam, duhet të pyesim dikë që ka dieni nga ato, po jam i bindur që një pjesë tërmuese e energjisë elektrike shqiptare prodhohet nga hidrocentrale. Prandaj jemi aq të varur, prandaj dalin lajme për shembull kur zbrazet thjerza, thjerza. Edhe këto të tjera domethënë fjerza, jo thjerza. Thjerza janë ato që hajnë. Fjerza është që jeni. Fjerza. Po. Edhe prandaj ne jemi aq të varur nga këto, prandaj duhen të bënim atë marrëveshjen me Kosovën që të jepnim energji ujë kur niveli i ujit është i lartë dhe të blinim energji teci, sepse ata kanë tece më shumë se sa ne. Gjithsesi, për të mos të bëjmë një echo chamber për sa i përket kësaj pjese, fakti është ajo që tregojnë shifrat, si çdo shtet tjetër, nuk është se ka fajin vetëm Gjermania, se të gjitha shtetet qendrore europiane kështu funksionojnë. Ajo Franca ka 33 centrale bërthamore, më duket se po bën një A3 A4 të tjerë tash. Nuk e kanë atë reliev aq të larmishëm sa e ka Shqipëria për të ndërtuar hece, e kupton, hidrocentrale, e thënë gjatë, kështu që normalisht duhen këto gjërat e tjera. Edhe këto mullit e erës, domethënë, nuk e kanë akoma rendimentin aq të madh. Për sa i përket paneleve diellore, Mahamendja nuk kam nevojë të fare të flas për panelet diellore, sepse ti e di se sa është dita me diell këtu edhe ti e di se sa fotone marrin edhe në ditët normale griqja këtu, kështu që ka muaj në janar që mund të dalë dielli një ditë ose 2 ditë ose në dhjetor. There you go. Dhjetori dhe janari mund të ketë diell një herë ose 2 herë. E shikon, edhe këtu do të dalë domethënë që është një pjesë shumë e madhe që Gjermania ka një lloj kështu status moral që themi jo ne jemi jeshil, ne kujdesemi për ambientin, po atje ku e blejnë gjermanët, që e blejnë nga jashtë, atje bëhet në mënyrë normale, në mënyrë fosile domethënë. Por për këtë është e rëndësishme që mos të bëhet fosile këtu, të bëhet atje. Gjithsesi, prandaj them se kalon shumë. Nëse energjinë elektrike ti e quan si scam, unë them që po, mund të quash si scam, por mund të quash si scam deri në 50-56%, sepse 44% është e rinovueshme. E kupton çfarë them? Shiko, kjo ha shumë debat sepse varet edhe nga këto vendimi i Këshillit të Bundesratit domethënë, që është e paralizueshme vetëm në Këshillin e Ministrave për të kategorizuar, domethënë se gazet tokës është ashtu, Mahamendja se edhe kjo bërthamorja është green. Atë tash zotëri i dashur, ne mund të debatojmë shumë gjatë se sa green është njëra ose sa jeshile është njëra, sa jeshile është tjetra. Po prap, le të themi ka një farë lloje nuance që është pak politike. Unë mundohem të qëndroj larg këtyre gjërave. Për mendimin tim të vetmet mënyra që mund të fitosh që mund ta quash që ligjërisht duhet të quhen metoda jeshile ose ambientaliste, duhet të jenë ekskluzivisht dielli, uji dhe era. Çdo lloj gjë tjetër për mua nuk është jeshile. Është thjesht logjike. Po mbase unë e shikoj në një mbase kam atë tunelin tim shumë të ngushtë. Po si e shef të ardhmen plakon, si e shef të ardhmen e arkitekturës, si e shef të ardhmen tënde? Të ardhmen tënde, plaka? Optimiste po pesimiste? Të dyja. Ardhmja është kështu e plaka. Je student, pra nisim nga tashme, je student, s'ke lek, s'ke ka, do vesh në punë, do kesh lek, do kesh ka. Që nga do që të kthehesh brenda e kesh. Pastaj nga ana optimiste, pastaj plaka do vish në shtëpi, do shkosh në punë, do vish në shtëpi, do vendosësh këmbët mbi kryerë.
Bravo. Ja, më beso, unë jam dëshmitari I parë për këtë pjesën që unë kuptoj të gjithë atë romantizmin, jo jeta studentore është kështu, jeta studentore është ashtu. Përmendoj se një njeri pak më sa unë të njoh ty. Në momentin që do mbarosh plako, do duket sikur ke hequr një bar, sikur ke pasur një kështu, një njeri obez në shpatulla dhe ai zbriti tashmë. Do ndihesh I lirë kështu sikur ke shpëtuar nga diçka, sepse nuk I detyrohesh me vetes tënde orë të gjata për të mësuar, nuk I detyrohesh me vetes tënde një overthinking që të vazhdosh të mendosh e të tërmendosh gjërat, nuk I detyrohesh vetes një lloj stresi, domethënë që shumicën e rasteve si ti mund ta kesh përjetuar është I paqen, siç e thaj atë rastin që parë, domethënë që e dele në fund del që uzja dola. Mos do kesh me këtë gjëra, thjesht do kesh pavarësisht se do jesh në punë, e kuptoj atë pjesën, do jesh në punë edhe do vish, do kesh kohë etj, po ajo koha që do kesh do jetë jashtëzakonisht shumë kualitative, se do kesh idetë e tua, do fokusohesh në të dashurit e tu, do fokusohesh në familje, do fokusohesh me qëllimet e tua, domethënë bëjnë gjërat dalin pak më në vit. Pak kjo është eksperjenca ime personale prej 2 vite mësuar. Po, ta gjërat më në vit. Jo, në rregull. Problemi, shiko, të qenë student është domethënë se prindërit e mi thonë jetë studentore, jetë papar, koleg të vjetë, miq të vjetë thonë jetë studentore, wow, jetë papar. Unë them vetë, çfarë do t'i thënë plaka? Jetë studentore, nuk e as kohë, nuk e as lek. Do vish në shtëpi dhe nuk mund të ulesh dot në divan dhe të shikosh në YouTube me një koshiencë të kthjellët të mirë, që të e di që ke 500 gjëra për të bërë dhe javën tjetër që po vjen ke 5 dorëzime për të bërë. Tako. Shiko, unë kam një gjë që mbase është një çik jo e mirë për ta thënë, po përveç familjes, në qoftë se ka kolegë të tu për shembull që thonë që jeta studentore është spektakolare, unë kam fatin e mirë që në 15 kolegë që kam një e kam që thotë që jo, nuk është e mirë. Edhe përshkuar ashtu që thotë ati. Edhe unë mendoj që këta thjesht kur kanë qenë të rinj, domethënë kanë pasur gjëra që si kanë bërë, si kanë provuar dhe I kanë ngelur peng, domethënë tani thonë që po sikur të isha edhe një herë ty bëja. Unë s'e mendoj ashtu, unë mendoj se çdo gjë ka kohën e vet, edhe nëse ti je 40 vjeç dhe të duket jeta studentore sikur gjëja më e mirë e mundshme asi, ta kisha, më fal, por diçka e ke bërë gabim domethënë, sepse ti duhet të ishe tani tashmë 40 apo 50 vjeç duhet të ishe në një stad që të ishe I kënaqur me atë që ke, se robi duhet të jetë I kënaqur me atë që ka, jo të shikoj mbrapa jo po sikur të isha një ri, si është ajo kënga. Po. Duhet që kur të bisedoj me njerëz të më thonë, po këtë vetë, jeta studentore është e vështirë, është një gjë për të është një sfidë, dakor, është një investim I madh dhe një sfidë e madhe, domethënë dhe do përkushtim, domethënë përkushtim për të. Ta them unë këtë domethënë nëse të vlen domethënë në mes të 200 vetave që thonë ndryshe, unë ta them që jeta studentore është jeta një nga periodat e jetës më të vështira. Tani unë refuzoj ta romantizoj pjesën e studentit, jo dalim në parti, nuk vuajm për pak në parti. Unë kam qëllimet e mia, unë kam ëndrat e mia, kam detyrimet e mia ndaj vetes, unë kur zgjohem mëngjes vetë la e dhëmët, kam detyrimet, dua ta shikoj veten vetë diku. Edhe kur je student nuk e ke atë hap, se e ke një provim që do ta bësh atje, nuk e bën dot më përpara. Sot unë kur punoj, nëse kam 4 ditë kohë për të bërë një punë, nëse unë, domethënë jam I futem domethënë dhe dua ta mbaroj, e bëj edhe për 2 ditë vëlla. E ke parasysh edhe ato 2 ditë tjera I përdor për diçka tjetër, marr një performancë tjetër, marr një bonus, marr një tek, një ypsilon. Këtë si student harroj, nuk e bën dot, sepse ti I ke të para dhëna çdo lloj gjëje. Ke frikë, nuk është në dorën tënde, nuk e vlerëson dot veten tënde, të vlerëson dikush tjetër. Domethënë përveç pjesës se prandaj mendoj unë që këta persona ka pasur, domethënë nuk kanë humbur gjëra nga jeta e tyre, domethënë ta shikosh jetën studentore, ka qenë pjesa më e bukur e jetës tënde, është shumë set. Se pjesa më e bukur e jetës tënde është pjesa që duke jetuar për momentin. E ke parasysh, qoftë 15 vjeç, qoftë 25, qoftë 35, qoftë 65 domethënë. Duhet të kesh kaluar fatat dhe të ke bërë më të mirën e mundshme. Se kuptoj ku ka qenë qefi, se mos ne që kemi në të dy kemi pothuajse prafërsisht një lloj. Pa kohër leku. I ka dje puno të nxjerrësh 1 lek më shumë që të mundesh të pish një birë apo të dalin lekët deri në fund të muajit. Ik mëso, ik bëj provimin, ik në bibliotekë, ik atje bëj projektin. Ço thua? Shpëndahesh bëj si shiva me 6 kra me 7 këmbë. Është e pamundur.
Gjëja më jo njerëzore është çdo pedagog mendon se është ai dhe s'ka tjetër. Pastaj ata janë klasika. Është ai Ata që mendojnë që janë zoti. Jo, nuk po. Jo, e kam fjalën tek fakti që i jep një profesor i caktuar të një lëndës së caktuar, jep aq shumë informacion, pra kërkon aq shumë nga ne, sa që mendon se ne bëjmë vetëm atë dhe s'bëjmë asnjë gjë tjetër. Pikërisht, po them, ai mendon që është ai dhe pastaj është zoti, që vetëm atij dhe zoti duhet të përgjigjesh ti. Nuk harron ai që ke edhe 6 module të tjerë. Është zonja profesore me një modul për 2.5 kreditësh. Jo, është për çështje ne kemi module që janë 2.5 kreditësh. E di, edhe unë kam pasur se kjo është klasika, por juve që se dini modulet 2.5 janë le të themi gjysmë module, se normalisht kanë 5, 6, 7 edhe kështu me radhë. Domethënë 2.5-ët, shembulli klasik që thotë Sergio, janë profesorë që kanë një lëndë që le të themi nuk e ka rëndësi siç e kanë të tjera. Po këta profesor i duket vetja ai shumë të rëndësishëm, domethënë sa japin 4 fiqin e volumit që japin ata të tjerë. Këta në kjo zonja të ushtrimi 1, thot ushtrimi 2, ushtrimi 3, 4, 5, të ushtrimi 5 të pak shumë. Një më duhet 2.5 këtë Tu kseri si me go. Kjo do kështu plak, çdo dy javë do dorëzim kjo. Çdo dy javë do dorëzim. Nëse modulet e mëdha, dorëzimi është në fund. Nëse kjo do të jetë dorëzim. Modulet ata që bëjnë modulet më dhaja zakonisht e dinë, domethënë, e kuptojnë që po t'i hapun këtyre po doli gjysma në fund mirë, po doli ai edhe kështu që i lën unë e mbaj mend kur kam qenë në universitet, se ne kemi pasur në universitet edhe module nga 12 kreditë për shembull. E kupton ato të çmendurat fare. E të jepte një punë ai vllai kështu edhe donte 250 faqe në fund kështu, edhe ti rije që I do not know what you're talking about. Në fund ja del ditësi. Ja dole tani na mori të keqen. Po kështu plak. O plako ça këshilla shke që edhe mos e të mbaj edhe shumë që mos e ça këshilla shke për studentë të tjerë siç në Gjermani, po edhe sidoqoftë edhe për në të njëjtën deg që studion ti. Çfarë do i sugjeroje ti domethënë në bazë të eksperiencës tënde? Për zgjedhjen e degës, plako unë do i sugjeroja nuk e di, nëse e kanë mundësinë njerëzit të mos e nisin diçka vetëm për faktin që gjënë me qenë që duhet të bëjnë diçka për të plotësuar CV-n e tyre që të bëjnë një shkollë. Jo, ose dëshirat e prindërve. Duhet që njerëzit pra të rinjt duhet që të bëjnë diçka kur atyre ju vjen mendje që duan ta bëjnë diçka. Sepse nuk mund ta shtysh jetën gjithkohës duke thënë që duhet bëj këtë sepse kjo pritet nga unë. Jo, nuk është fare e vërtet. Unë për vete e nisa shkollën 23 vjeç, mbas 5 vitesh që kisha mbaruar gjimnazin dhe e nisa atëherë jo për faktin se prindërit e mi ishin gjithkohës duke më thënë bëje, ndoshta dhe ata mund të kenë qenë një suportim ose një gjë e vogël, por nisma vjen gjithmonë nga vetja. Dhe asnjëherë nuk duhet nisësh diçka që nuk të përmbush, domethënë që nuk e di që është kjo e vërtetë, është vërtet ajo që do ti. Po lëri kohë vetes, bëj diçka, nuk po them ri pa bërë gjë, parazito ose të dëgjon bëj. Jo, jemi kundër parazitizmit. Nëse pra nuk shkon në shkollë, ose nuk shkon të bësh diçka, të shkosh të vrasësh, të vjedhesh, të shkosh të marrësh rrugën e qanit. Nuk po them bëj këto, po them bëj diçka që të mos ngelesh pa bërë gjë fare, sikur dhe një profesionale. Bëj diçka, mëso diçka të re, se dëgjon nëse ke mundësi me mësuar diçka. Ora puno valla, ora nuk të vjen për shkollë, ose se ke vendosur akoma se të bësh, ikën dhe puno, po bëj një kamarier, bëj një pastrus, bëj një kështu. Shiko, thjesht puno është pak gjuna, domethënë se nuk po e pasqyron mendjen tënde, thjesht po hyn atje dhe po
Mi pra, ato që do ai, po them, nuk po them ik bëj kështu, po që eksploro, domethënë, mos ke frikë të bësh gabime, mos ke frikë të provosh gjëra të reja, se mund të provosh edhe një gjë që ti të duket sikur e do, valla, edhe pastaj del që se do, normal, ikën të shkoj vetë. Po, kjo është gjë shumë e rëndësishme. Pastaj për studimet, nëse pastaj të studiuarit është edhe financim, pra duhet edhe një financim. Nuk e di, nëse ja del me kohë të plot, nuk e di si në Shqipëri bëhet vetëm ndihmën e prindërve, nuk e di nëse shteti shqiptar ofron Shteti fare burr të ata studentë në Shqipëri, gjysma të prindërit, gjysma të punojnë vetë, shkelet call centra, kamarier, ja dalin, disi ja dalin. Po. Po, ja. Kështu, po jo, ajo është shumë e rëndësishme plako dhe unë mbështes si mendësi dhe si vizion 100%, edhe unë kam nisur me dy mendje në fillim, nuk e dija doja vet apo jo, edhe jam sot edhe jam po mund ta themi që jam jashtëzakonisht shumë krenar, për shembull se pavarësisht çfarë lloj stresi, çfarë lloj ngarkesë që më vjen në punë, çfarë lloj edhe kur zgjatet ndonjëherë orë, edhe kur ngrihet zëri nëpër meeting, edhe kur fillon stresi i madh, edhe kur nuk ecin gjërat, edhe kur dështon ndonjë gjë, edhe kur prishet ndonjë gjë, domethënë prapë kur vin në shtëpi, domethënë ndej atë kënaqësinë time personale që vërtet unë po bëj diçka që dua ta bëj, plako, edhe nuk bëm pishmën për asnjë minutë që unë shpenzoj si në kantier, si në zyrë, si në për takime, si në çdo gjë. Dhe kjo është unë uroj që gjithë secili në kohën e vet, domethënë ta gjej atë gjën që e bën me qef edhe e plotson. Po. Edhe nëse nis diçka dhe nuk të pëlqen, mos e lë. Bëje deri në fund, fillon puno, edhe prap edhe në fund, edhe mbas asaj mund të nisësh bësh diçka tjetër, nëse ke nge, nëse ke që duhet të parë, edhe pak ku qëndron në jetë, duhet të marrësh vendime të parë. Nëse do të shkosh 40 vjeç të provosh prap diçka tjetër, bëje. Ai ke mundësinë ta bësh, bëje. Nëse e ke mundësinë. Normalisht jo, nëse mundësit jam shumë dakord me ty, domethënë që ato që e nis paktën bëhet deri në fund, sepse ka diçka që janë disa gjëra që vijnë nga gjysma e fundit. Për shembull, unë ndaj eksperiencën time personale që unë vërtet dashurinë, domethënë që kam krijuar edhe lidhjen që kam krijuar me profesionin që unë bëj, unë ti e di shumë mirë, ne kemi diskutuar bashkë edhe kur kemi takuar për çefin tonë, kur kemi folur për çefin tonë, që unë dashurinë më të madhe kam krijuar në vitet ose në semestrat e fundit, në muajt e fundit. Që e kuptova vërtet kur u hyra në profesion se me çfarë kisha të bëja, e kuptova vërtet që nuk ishin ashtu fiksi si ishin servitur dhe okay, e gjeta veten time në 100%. Edhe në qoftë se unë s'do kisha duruar, në qoftë se nuk do i kisha ato provimet 1-2 që i ngela, nuk do i kisha bërë prapë derisa i mora, domethënë etj. Në qoftë se unë s'do i kisha kryeluar këto hapa, do e kisha lënë për gjysmë, nuk do kisha arritur asnjëherë ku jam, kështu që të pash atë që nis bëhet deri në fund, dhe mbasi ta kesh bërë, atëherë vendoset domethënë që është gjë që të pëlqen apo është diçka që të pëlqen. Po. Apo jo. Po. Mund të dali, siç e thëve ti, mund të dali edhe në fund që nuk qenë ka pra aq që keq sa shpendoi. Është në të kundërt është shumë e mirë. Në të kundërt është shumë e mirë. Super. Pra miq të dashur, ndiqni ëndrat tuaj, mos i lini për gjysmë, çojeni deri në fund. Eksperimentoni me veten tuaj, se në fund e fare për veten tuaj po jetoni, nuk keni detyrim nuk detyrim drejtë nga asnjë person tjetër. Është ndryshëm nëse ke një familje apo dëgjon detyrime fëmijë etj, mbase atëherë bëhet pak më e vështirë, por me sakrifica, domethënë nëse ke një gjë të ngolitur në kokë dhe mendon se do vërtet, fakti edhe historia ka treguar që ja del. Ky episod ju dini që ka dalë shumë kohë përpara në Patreon, YouTube membership, kështu që nëse nuk ju durohet për episodin tjetër, normalisht bëni pjesë e Patreon dhe YouTube membership dhe keni akses në disa perks të tjera, keni disa veçori që janë ekskluzive vetëm për pjesëtarët e grupit. Zakonisht më e rëndësishmja, e dini ju vetë që është bëni like, bëni koment. Na jepni mendimet tona për to që ne diskutuam me mikun tim Sergio sot. Na thoni juve, na ndani ndonjë eksperiencë tuaja personale, se si e mendoni ju. Domethënë mbase ne kemi ndonjë gjë që është gabim, do të na korrigjoni me shumë dëshirë
në komente që shikoj se edhe ne për të mësuar, prandaj edhe pse bëjmë muhabet me njëri tjetrin edhe bisedojmë për gjëra që mendojmë se njohim. Nështë jemi outfire. Pikërisht, ka edhe ka një shans që për shembull disa gjëra që ne kemi folur, mos të kemi thënë ashtu siç janë ose kemi gabuar, kështu që jemi të gatshëm edhe jemi me mendje të hapur që të mësojmë, kështu që mos e keni siklet, komentoni, e të shpërndajeni miqve tuaj nëse këto tema ju duken interesante. Më shumë s'kam çaj thënësh. Bukur. Okay. Miku im, unë të falenderoj edhe do herën tjetër që do flasim prapë së bashku në podcast, do flasim çik për qefin tonë, se kësaj radhe ju sollim disa informacione, disa gjëra të reja, po herën tjetër jam unë vetëm për qefin tim me mikun tim. Kështu që mos e lini Buçi Podcast, qëndroni edhe herën tjetër do ju surprizojmë me gjëra më fantastike. Sergio, natën e mirë vllai. Natën e mirë, të përshëndes. Buçim në bu, CH, CHI, bu, CHI, podcast.